LSDM për të tretën ditë me radhë me konferencë për media përsëriton skandalin me firmën familjare të Ivica Tomovskit, kreu i shërbimit për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të qeverisë. LSDM akuzon se firma e tij familjare ka marrë tender në vlerë disa milion euro. Numri i tij telefonit është regjistruar si kontakt i firmës dhe në të njëjtën firmë kanë qenë babai, nipi dhe dhëndri i tij. LSDM akuzon se një pjesë e parave nga tenderët është transferuar si donacion në llogarinë e ВМРО-ДПМНЕ-с. Томовски, почитувани, е донатор на ВМРО-ДПМНЕ. Еден од оние кои најмногу сакаат да се истакнат со високи суми. Само во 2021 година донирал 8.000 евра на ВМРО-ДПМНЕ. Впрочем, таа сума може да се провери токму во овај јавно достапен документ, каде што е наведено како Томовски донира средства, високи суми, на сметката на ВМРО-ДПМНЕ. 499.700 денари, 100.000 денари, 70.000 денари, 100.000 денари, редовно Томовски уплаќа на сметката на ВМРО-ДПМНЕ. Nga ana tjetër, ВМРО-ДПМНЕ akuzon se opozita përsëri me konstruksione politike pa ofruar asnjë provë konkrete për ndonjë shkelje. Sipas tyre, Tomovski nuk ka kompetenca, nuk merr pjesë në procedurat e prokurimeve publike dhe nuk ka asnjë vendim zyrtar që mund të lidhet me tenderët. Прва лага. СДС тврдеше дека фирмата на Томовски добила милионски тендери. Вистината е дека Томовски нема фирма и нема никакви приходи од споменатата компанија кои таа самото тоа го потврди. Втора лага. СДС велеа дека главниот број на фирмата е бројот на Томовски. Вистината е следна. Службените броеви на компанијата се други, а личниот број на Томовски е негов со години. Трета лага. СДС тврди дека Томовски бил донатор на ВМРО-ДПМНЕ и тоа било потврда дека тој имал бизниси. Вистината е следна. Јавен и никогаш скриен податок е дека Томовски е донатор на ВМРО-ДПМНЕ и тоа не значи кршење на било каков закон. Pas konferencës së parë të LSDM-s të shtunën, ku u bën akuzat kundër Tomovskit, ai në reagimin e tij tha se nuk është pronar, nuk përfiton dhe nuk ka lidhje të drejtë për drejtë me kompaninë e përmendur. Tomovski shtoi gjithashtu se nga konferencat e LSDM-s nuk ka dëgjuar se çfarë krimi ka kryer dhe se as nuk ka parë prova për këtë. Ai kërkoi nga partia opozitare që të dalin me kërkim falje, gjë që nuk ndodhi. LSDM e ka ftuar antikorrupsionin dhe prokurin të fillojë hetim për konflikt interesi dhe mundësinë e korrupsionit.